Për të kaluar pak tek Ukraina sa i takon paketës së sanksioneve dhe draftit, në fakt ajo që vjen ditën e sotme si njoftimor se SBA ka gati sanksione të tjera kundër Rusisë në momentin që vetë Putin apo me trupën e tij diplomatike të negociatave nuk pranon planin e paqes të artikuluar në bisedat dhe në tryezat e diskutimit. Sa janë reale këto plane për sanksione dhe në vijimësi japin këto një dorë edhe një dorë shpresë dhe një mund të themi një sinjal pozitiv Ukrainës që ne jemi me ju? Ajo që unë shikoj në këto momente është një përpjekje e Bashkimit Evropian, jo për të fuqizuar le të themi karshi Rusisë, më tepër se sa për të akomoduar të gjitha kërkesat e Trumpit, e presidentit të SBA-ve, po aq sa dhe ato të Rusisë. E them të sepse shikoj një lloj handikapi dhe një lloj gabimi në përdorimin e aseteve ruse të ngrira tashmë dhe e vetmi alternativ do ishte përdorimi, le të themi, i një alternative të ofruar nga SBA për sanksione të reja, më tepër se sa përdorimi i aseteve të ngrira tashmë ruse nga Bashkimi Evropian. Mendoj që alternativa tashmë të cilat janë propozuar nga presidenti Trump, të gjitha janë refuzuar nga Putin, edhe pse Zelenski ka ceduar dhe ka lëshuar disa nga ato kërkesat e tij nga pozicioni maksimalist, por e shikoj ende të pa konsoliduar të gjithë të proces dhe mendoj që edhe sanksionet e radhës apo hapat e radhës nuk do të kenë efektin e pritur. Këto sanksione, kur të janë konkrete, mendon se mund të agravojnë më tepër situatën duke i dhënë shkas më shumë Rusisë për të mund të themi intensifikuar sulmet në një kohë që shpeshherë për te rajoneve që ata me sa duket tashmë i kanë në zotërim, po tentojnë sërish zona të tjera për të influencuar dhe për të marrë si toka në influencë. Mendoj që për sa kohë Rusia është në avantazh dhe është ajo e cila le të themi po vazhdon inkursionin e saj të padrejtë patjetër në Ukrainë dhe ende po fiton territor, nuk ka asnjë lloj interesi për të ulur në tavolinë apo për një armpushim të mundshëm. Thënë kjo, mendoj që Bashkimi Evropian në momentin që do të ndërmarrë hapin të gabuar në gjykimin tim për të përdorur asetet e ngrira dhe për t'i kaluar ato në ndihmë Ukrainës, mendoj që do të ishte dhe fundi fatkeqësisht i Bashkimit Evropian vetë si ekzistenca e atij tregut financiar. E them këtë sepse në momentin që këto asete të ngrira përdoren, atëherë do të kemi një sër masa shtrënguese për vetë Bashkimin Evropian, ku roli i tij politik, por edhe imazhi i tij në arenën ndërkombëtare apo në tregjet financiare do të rënohet. Dhe kjo e bën që Bashkimi Evropian të jetë në një moment deciziv ku mos përdorimi i këtyre aseteve ndoshta është më tepër në interes të BE-s, edhe pse jo të Ukrainës, por për të ruajtur jetëgjatësinë e BE-s do duhen marrë të tilla masa. Mendon se Europa sot është në unison që për ta marrë një hap të tillë, për të qenë më pro Ukrainës, apo nuk mendoj, madje është në fazë. Nëse do t'i referohemi për shembull gjithmonë fjalëve të Orban, ai madje ka dërguar dhe një letër presidentit Putin. Mund të themi në konsiderat Orban kur kemi edhe fuqitë të tjera të Europës që janë bashkë në unison për të mbështetur Ukrainën. Patjetër, duhet marrë në konsiderat për një fakt shumë të rëndësishëm, Alba, që për të vepruar mbi sanksione, pra për të vendosur sanksione apo për të përdorur asete financiare të ngrira, duhet jo vetëm një vot majoritare, por duhet në unison. Pra votimi duhet marrë nga të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian. Dhe për sa kohë ka anëtarë si Belgjika, apo si Orban, si Hungaria, por edhe Italia ka dalë shprehur që nuk do ta ndërmerrte një hap të tillë, mendoj që për sa kohë votimi nuk është i unifikuar, atëherë edhe Giorgia Meloni ka qenë e dyzuar në lidhje me këtë qendrim se takon aseteve ruse, pasi mund të shkojë në fitore të Moskës nëse nuk kemi të gjithë bashkë në unison për t'i përdorur dhe për t'i shfrytzuar. Pikërisht, është në të njëjtën linjë edhe ajo, që mos ta përmendim gjithmonë Orban, por është në të njëjtën linjë pikërisht me ato vende të cilat i druhen frikës së një kërcënimi rus apo të një hakmarrje nga ana e Rusisë në rast se do të përdoreshin këto asete. Dhe për më tepër Belgjika është më tepër e interesuar për ta ruajtur autonominë e saj financiare dhe për të ruajtur edhe traktatin që ajo ka nënshkruar me Rusinë mbi sigurinë dhe garancinë e këtyre aseteve. Dhe ndaj e thashë dhe përdorimi i tyre
do t'ishte ndoshta fundi i Bashkimit Evropian për atë çka ai përfaqëson si tregje financiare. Ose me luft, ose me diplomaci, ne do t'i arrim gjithë qëllimet tona mbi territorin e Ukrainës. Kjo deklarat e Vladimir Putin ka tërhequr vëmendjen, ndërkohë që vetë i ka konsideruar dera të vegjël lideret e Bashkimit Evropian. Janë tentativa sërish, siç ka mund të themi gjithë ajo që artikulon Vladimir Putin në çdo dalje publike për të provokuar, apo tani situata po shkon në një fazë tjetër që e shikon edhe Europën si një fazë apo një lokacion apo një terren ku ai edhe mund të ketë një dëshirë për ekspansion, për të zgjeruar dhe për të prekur disa territore që mund t'i ketë mbase në tryezë të diskutimeve për t'i patur, për t'i bërë pjesë saj. Është shumë e drejtë. Unë mendoj që për sa kohë Putin e shikon që Bashkimi Evropian nuk është më aleati i domosdoshëm dhe aleati strategjik i SBA-ve, e ka dhe më të thjeshtë tashmë që ta godasi dhe ai, po ashtu sikur se edhe Trump e godet Bashkimin Evropian, ku foli dhe për kalbëzimin dhe të gjithë problematikën brenda që ka BE-ja. Në këtë drejtim mendoj që duhet parë me një interes të veçantë dhe me seriozitet të gjitha këto narrativa të dalja nga Putin, pasi nuk duhen marrë thjesht si një narrativ politike apo për të intimiduar aleatët e perëndimor të Bashkimin Evropian. Mendoj që ai ka filluar tashmë testimin dhe këto luftrat hibride me dronët apo me kalimin e territorit ajror të vetë Bashkimit Evropian dhe të vendeve anëtare të NATO-s. Në këtë sens mendoj që Europa patjetër ka një kërcënim tashmë ku në rast të një kapitullimi të Ukrainës, patjetër uria ruse mund të shkojë edhe në vendet europiane. Të shpresojmë që jo. Se takon situatës së brendshme në Ukrainë, në cilin status saj është në një kohë që ka patur dhe